Vanity Fair, Berati, oazi ku ëndrat për pushime kthehen në realitet. Duke ecur në rrugët e qytetit të vjetër të Beratit, të duket sikur je katapultuar pas një kohe, shkruan prestigjioza Vanity Fair. Ky qytet, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s që nga viti 2008 duket sikur ka dalë nga një libër prrallash për fëmijë, shtëpi guri, rrugë labirint, kopshe me lule, xhami dhe kisha antike dhe një kështjell që e mbikëqyrë nga lart. Nga taraca e traditës Beratit, një shtëpi tradicionale shndruar në hotel dhe restorant, pamja nuk harrohet lehtë. Është vendi ideal për të zhytur në këtë qytet një histori mijëra vjeçare. Të zgjohesh brenda mureve të këtij hoteli të vendosur në një vilë kurrë dhe të hash një mëngjes të bollshëm, rrethuar nga heshtja e qytetit që zgjohet ngadalë përpara se të fillosh ta eksplorosh atë, është një nga përvojat më të bukura që mund të kesh në Berat në Shqipëri. Berat është një qytet piktoresk me muret të pjerrta dhe labirinte që të çojnë në vende ku koha duket se ka ndalur. Shtëpitë e bardha me çati kafe dhe dritare që mbi vendosen në kishat e larta si ajo Shën Thomaj dhe Shën Spiridonit, kopshet e alisura që dalin pas dyerve shumë ngjyrshe dhe përsëri xhamitë e qytetit, ndër të cilat sfikat xhamia e beqarëve e ndërtuar për djemë që kërkojnë nuse dhe piktura të kujdesshme që dekorojnë muret e saj të jashtme. Një ëndër? Jo. Ktu është thjesht realitet.